gestioneve të reja të jetë tematik shkarkimi i kryetarit të kësaj partie? Unë mendoj që ka bëha shumë mirë, për shkak se madje mendoj që është në kohën e duhur, se zgjedhjet sa janë kryer, si ka një muj ditë që janë kryer zgjedhjet, pak më shumë se një muj. Dhe ishte dështimi i tretë i Lumir Abdixhikut si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Domethënë ai në kohën e tij LDK-ja ishte në një ramje të lirë. Edhe filloi me u kriju një përshtypje përgjithshme që LDK-ja është një parti totalisht e parëndësishme në skenën politike kosovare, që në fakt s'është siç desh me qenë ashtu, se është një prej partive shtetformuese. Dhe mendoj që këto zhvillime që po ndodhin në LDK janë zhvillime, mendoj që janë shumë demokratike, e sidomos një parti e cila ka një përvojë goxha të madhe në politikë në Kosovë. Zhvillime që kanë ndodhur përpara në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Na e kemi edhe në kohën e Nexhat Dacit, mas vdekjes së kryetarit Ibrahim Rugova, kur kryesia e LDK-s e shkarkon Nexhat Dacin prej kryetarit të kuvendit, dhe pozitën e kryetarit të kuvendit ja merr. Në atë kohë dhe për gjitha strukturave udhëheqëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që nuk është diçka domethënë jashtëzakonshme ose diçka që s'ka ndodhur më përpara në LDK. Ajo që është problematike sot është pikërisht kjo rezistenca e Lumir Abdixhikut, e vazhdueshme, sidomos ai fjalimi dje që e pat ai